Allahu I lartësuar thot në Kur'an: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Ata të cilët besuan dhe zemrat e të cilëve me përmendjen e Allahut qetësohen, me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Vllai I nderuar, motër e nderuar, përmende Allahun e lartësuar shumë. Bëj dhikr vazhdimisht. Përmende Zotin I qetësisë. Thuaj subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah, vazhdimisht. Se me të vërtetë, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Në jetë përballemi me vështirësi të shumta, me lajme të ndryshme, ndoshta edhe lajme të cilat nuk I pëlqejmë, ndoshta edhe lajme të cilat na shqetësojnë. Por me përmendjen e Zotit gjithësisë shqetësohen zemrat. Elus Allahun e lartësuar që të na bëj prej atyre të cilët shqetësohen zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Amin.